Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Historia është dëshmitar se të gjithë popujt e mëhershëm, fati i tyre ka qenë i lidhur ngushtë me vetdijen për ta pranuar të vërtetën, të drejtën dhe për të distancuar nga e keqja dhe për të ndaluar të keqen. Jeta kësaj bote ka parime, dhe prej parime fundamentale me të cilat ndërtohet shoqëria është vetdia për ta pranuar të mirën dhe vetdia për ta refuzuar të keqen. Edhe shoqëritë me të cilat jetojmë sot, e ndajmë këtë kohë bashkë me to. Fati i secilës prej tyre është i lidhur ngushtë me atë se çka mbjellni sot, sa e duam të mirën dhe sa jemi larg të keqes. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar se të keqen duhet ta ndalmi, me lejen e Zotit të Madhërisëm e shfrytëzoj rastin me përcjell në 2-3 mesazhe prej librit të Allahut xhelle wala dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë nuk ka çështje, element që mund ta rrënon këtë kala që quhet njeri më shumë se sa e keqja. E keqja është mjet me cilët rrënohet identiteti njerëzor, vlerat njerëzore dhe pastaj rrjedhimisht degradohen, prishën, shkatrohen vlerat familjare dhe vlerat shoqërore. Të ndershëm vëllezër besimtar, historia ka njohur popull që shpesh herë janë largu prej drejtës. Janë largu bej i larg prej të vërtetës, prej të mirës. E kur ju ka ardhe mira, e kanë llogaritur si diçka të huaj, si diçka që s'u takon atyre. E ngjajshme sikurse ti me u largu prej objektit ku për shembull e ke parku veturën dikun dhe largohesh shumë larg saj, sa më sy nuk e shef, ma nuk e dallon për distancës lështë e jotja. Shoqëritë në tokë shpesh herë, kur janë largu larg të vërtetës, të mirës, të drejtës, kur ka ardhe mira ose drejta, ju ka duk si diçka e panjohur. Dhe këtë e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse në kohën që po flasmi ne, kur ballavaçohemi me të keqen, nga se njerëzit janë largu shumë prej të mirës, ju duket sikurse kena ardhur me diçka të re, sikur me diçka të panjohur. Edhe bile ban pyetje shumë çuditshme. A mund me kanë kjo thot punë e fesë? Shtirët kinë se nuk e din se kjo punë me punë e fesë. Domethënë as largu është largu prej të vërtetës, saqë kur ti vjen e vërteta, e llogarisi diçka të huaj në mesin e vet. Por këtë arsye, para 1400 vite ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Dhe sot kjo është argumenti i xhamas sotit. Thot pejgamberi bada al-islamu ghariban. Kjo fe ka ardhur sikurse me kanë e huaj në mesin e njerëzve. Pse e huaj? Se kur zbriti krishterët asaj kohe, edhe jehudit asaj kohe thanë, kjo në fe e re. A në realitet nuk ishte fe e re. Ishte e njëjta fe që kishte Isai, Musa, Ibrahimi. Po ata u shtirën sikurse nuk po e dinë që është fe e re, që është fe normale kjo. Dhe thanë diçka e re në ka në mesin tonë. A në realitet ishte diçka me cilën kanë ardhur pejgamberët para prak. Por ata kishin humbur të vërtetën e pastaj u duk sikur diçka e re i pyet ata. Fa pejgamberi sa më në hadith, sepse ti e mosh të gjanë. Islami ka ardhur si huaj në këtë shoqëri. Dhe ka thonë wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dhe do të kthehet edhe një herë fuqishëm, sikur me qenë diçka e huaj në mesin tonë. Fatuba lil ghuraba, lumta ata të cilët një shoqëria i etiketon si diçka të huaj. Dhe këtu e kemi 2 argumente. E para vëllezër, keni pa shoqëri islame, familje muslimane, që mja shpalu rajt, babakja babgjysh në ka haxhi. Nipi ka dalë këtë për kontrole. Edhe kur dhjanë thot, diçka kjo feja jo në re, ka haru se në shpeti u rritë në prend një haxhije. E një shemë më thjeshtë. Vjena Jarani ka shkuna për diasporat, je? Në që me pru senet mira këtu për vendin tonë,
a i gjanë më të këshijat mundshme. Edhe vjen hoxha thot, ka dalë se t'junit prapambetur me pa atje jashtë që shurë kjo dynjati që ditësh. Por në vëllë, qka ka të rej, qka ka diçka që të me morë për teje? Pa punëtor, narkoman, prostitut, këtë këshijat, e thot ti i prapambetur. Jo, i këpas me ndru pozicionet. I këna ndru pozicionet. I e largu lartë dhe vërtetës e po duke që e mirë ti. Ama ti keqi. Edhe qka thot njoni? Ale hoxha thot kjo shamia, së është e jonja, nanën e ka me shamia. Që është interesant kjo punë. Edhe diskuton thuti që e huja në kjo punë. Por e ti e rritë, në prand një loke që ka pojtë shami. Por ty të kanë largu dikush për të vërtetë, kur ka ardhe vërteta për zëtë, të duku që është e panjur kjo. Edhin kur nuk e një vetën, shka të gjanë dhe zëri. Edhin shka të më thonë kur nuk e një vetën. Me një grup njerëzish, edhe më të thirë emnat një ka një, emnin tanë dhe ti më svedi kush jeti. Që është tonë ku largohesh për të vërtetës. Njerëzit veshin qysh kanë qef. Një vath të vesh njëni paradite, një mazdite. Edhe pasaj mrami ti kushyrën pashyrë nuk e di më cili jeti. Kurse një vetën tjerë pasaj kalëzun kush jeti. Pra vëllezër po thot, pejgamberi vjen si panjor islami. Po është Zotin cili prej juve nuk e di që alkoholi është haram. Cili? A ka nëjë musliman vëlla që nuk e di? Se më tani njëni që di, është alkoholi haram, tha? Ta shpyti bëbën tanë. Se ki shku në diaspor, edhe me ndonë që ka shku mri planet tjetër. Sot bota është si një lagje. Si një lagje. Kur në teko ty, gjeje një pjesë botës, hajde unë flasë për ta. Nëse me ndonë që nuk e njohën atë të fush. Po ne këtë thonë diçka tjetër dhe zni. Mos u tretni, e mu baj mira e pa njohër për juve. Se pastaj kime pas rëzekt ma për ata që vinë pas teje. Dhe tha Rasulullah i ka ardhe i panjor kjo fej, ju ka duke panjor. Dhe panjor ka me kam për disa njerës. Dhe në fund të tuba, lirë gurabat, lumë të ata që në këtë dunja e tunë si të panjor. Tha një Rasulullah, ku shanë të të panjorit? Tha në ato bura që e përmisojnë ata që e prish popli. Qëta në panjor? Se me bo me dojnë një prisht keqen njerës nuk është letë, të akuzojnë me loj fjale. Me bo me të mjavë cenuat botën e tyne të mbrapsht. Kime një gjithë shka për tyre. Gjithë shka një. Dhe jemi dëshmitarë vëllezër të ndershëm. Hajde këshirna për debate tona, në për forume ndryshme. Nuk shkon, nuk ka debat që përfundon pa Irak, ka pak okulla, ka hoxhëllarë. Di pse ka na? Sa ato e din që e vërteta këtu. Ata dojnë më mësulmu mu, pasaj përmes me juve. Ama ata kanë harru që këtu janë pralla, pluhun, në përtesha. Që se kemi derdh fare ku shoh për balë neve. Fare. Dhe ata e din mirë që s'le kundët kjo pozicion. Dhe pasaj shkojnë ashtë larkë thujnë pa ato njerë që janë gjami. A thu që shi besojnë hoqës, pa shkollë. Ofendojnë deri këtu. A unë jam i bindur që tu me mshel derë me statistika këna 5 doktora shkencës. E mi thonë dizojë se zotris atje, ti pe cilës botë ke arë që po duk një të panjurna. Pe cilës. Tha Rasulullah dhe të akuzohen njerës, kur të ndalin të keqen, i thojnë këta të panjuhurit. Ne jemi bitë e këti vendi. E manet gjishë, ne kalon Allah këta manet. Dhe kena me punu për interesin e shtetit tonë, familjes tonë, kombit tonë. Edhe nëse të tjerë shqitën e bleje natën e ditën, ne kena me metë këtu. Këtu. Qëtu jemi na? Me qëti mision. Dhe tha Rasulullah të lumë të ata që silën si të huaj në shëshri. Të ndërë shumë vlezër, për shkak kohës, është një historian i vjetër. Thot, Kurtubi ka pësemi. Pe ma të vjetërve që ekzistonë sot, libra ti. Thot, një shoqëri, e cila i kanë mesin e tyre 4 lloje të njerëzve, thot e a shoqëri nuk dështon. Edhe nëse ke qojnë kundra, nuk dështon. E para thot, nëse i ka djetartë që nuk shite dhe nuk blenë. Vallahi një popël që ka njerëz të meqëm që së ne blenë,
mos të duhet kur nuk dështojna. Sa i meshme nuk në shetë, as nuk në vlenë, as nuk banë pazar me jetën tonë, as me fatin e fëmijëve tonë. Thot, një popull që ka djetarë që nuk shite nuk vlenë, thot, aty e keqa nuk zeven, nuk pi ujët e më. Mën me arë, së kur presh rishidhe shpet e shpet, po së në zenë ven, shkrinjet. E para. E dyta dhët një popull që ka udhëheqës të drejt, që ja kanë frikë Zotit, e di shka e maneti. Ta ka besu popullin i manet maje. Nëse sunë e ma kalëzaj popull, do popull në dronë, nëse sunë e maje manetin. Kaq, që të ka buri. Ta ka besu e manetin populli, maje. Edhe nëse është e ronë, maje. Ama kur sunë e ma, mos e shite manetin. Po edhe kanë si bura ty pa, edhe në gjemat, kjo është gjumaj e fondi që falli ju të une. Unë sunë e maj këtë e manet ma, gjanit i kanë tjetër. Kështu e kanë burat. Kështu e ka edhe i politikani këtë detyr, edhe i akademik atje, nëse sunë e bam presionin, që ka më të bam? Leje, ka burat tjerë që e banin. Thot, për derisa ka njerës të drejt, u dhesh të drejt, a i popull nuk më poshtët. Dhe thot, një popull thot që ka njerës, që përballën me të keqen, edhe rështohen kunat keqes, thot kur e keqja sunja impunon jetën. Vallahi ky populli jon ka burra tillë që se dojnë keqen. Ka. Se kena dashur më herët. Na shti pak janë ganë, po ja suksesin po e kanë. Na shta pak janë përballë me të keqen, po na sot e pronojmë lirinë këtu. Po e gëzojmë lirinë. Edhe për gjona tjera. Ka tillë që dojnë keqen. Edhe s'kena me dashur keqen, nga kushdo që vjen. Dhe thot një popull i cili ka thot mes në tyre gratë ndershme që përkunin djepa dhe frymzojnë bija dhe bija për me rujt dignitetin moral familjar. Ai popull nuk shuhet, nuk devion. Sepse ai fëmijë, ai burr, ai vajzë ose djalë rritën pranë një nane që i thotë qëre, kje manet. Edhe ku dalë shpej shpije ndere është shumë i madhë. Mos luj me nderë. Mos u shritas, mos u ble. Thot, ky popull nuk shuhet. Po vëllezër, a nuk kemi na një popull që kur i kemi përkun fëmijët, me çfarë këngë kena përkun? Me këngë të Azembetës, shohët e Galicës. E qysh po donë sot në me bo një thmit sukses shumë, kanë të ndisht, ku djesh që në ditë vojna. Banu si ja pachavura atje, ku e dje ku shumë pachavura? Ku e dje? Ku e dje a i nesër, kuna mi nxaj thmi? Se prind e kanë vojnë. Prind. Që po tam diçka shumë interesant. Apo mbata është ky festivali i zjarmit, pitam festivali i zjarmit. Mbi 200.000 33 shqiptarë marrin pjesë. Po të garantojnë këtë botën ku ka me miliona, që kanë 100 milion banor. Mush me gjetë një festival ku marrin pjesë 200 me vetë, hajde unë e kapuçë. Po na populli varfër dhe me men, neve na blen na shet kushdo valla. Na dhënë gjë pse s'fol shqip. Vjen ai 60 centi, pse 50 cent pidojnë. Çfarë gjumë të flet ajo valla? Që ti ngon mas ti, çfarë gjumë flet ai? Atë një ai ty. Çfarë gjumë? E pastaj, a pe kupton tash pse ata prej televizorave të kanë probleme me neva gjëvarë. Se të na ka me jetë koshnica. Edhe na si të alshojnë ama, edhe na si të janismi të lava me smikun hod beka, vallahi do të më mshjel gjamit. Vallahi, që shka thonë një djetari madha i ka vdek me një burg, se s'ka pranu me të keshën. Në kohën e vetë ka thonë mshjel një gjamia. Thot kjo tranu, se mi mshjel gjamia? Thot po nëse s'flitet hakin gjami, shka të vinë me në gjamia? Qka? Në arme ngu prada të qka? Ne jemi përgjes për fatin të umë dhe zër. Mbau një o bura. Se dhe kjo flamë kalon, po di kanë flamë e merë. E merë di kanë.
Dhe i tha një popull që ka bidhe bia që përkunën djep nanave të sigurta nuk dështon. Na i rritëm fëmin me heroj, edhe heroj na bën heroj, edhe na sot përgjojmë liri. E sot po i rritmi në shtëpi, njënin fëmi, indisht, njënin kinezisht, njënin ku diçka, e kur po rritet thot hoxha kam problem, diçka i fol 4-5 gjuhë, vetën se di. Po nuk e di që se di. Se ky nuk e di kush mas bari. Ky ku të nalën pashi ky nuk e di kush s'ka thaj ky. Edhe krejnë në fund vëllezër, po e mbylli për shakos, kanë thonë dietarët e mëdhaj, e keqa nëse s'ndalët, komilon 3 pasoja. E para, thot jam merë lumëturinë ati popli. Ajde bojna test, kush për lejo është i lumëtur to? Ku na shkoj lumëturia? Kush na i murë? Kush na i murë? Të këshijat, që si nalë më herët, u bon shkaktor, me murën lumëturinë. E dyta, thot, e keqa ku të përhapët me një popull, atë popull e banë argat të huajnë. Kej dënjane kemi ndërtu venin tu si në ndërtujnë. Kej dënjane kemi ndërtu, nuk ka njerës t'i popullit që s'ka prejkë në për Evropë. O neve si dalë me bëgjamis në bitloqë. Edhe treta thot nëse e keqja përhapët me një popull, ja merë histori. Qysha merë histori, ullë mi besedojmë në përroda, kusht nuk fletë për tonë, për fletë për të hujen. Ke haru kush jeti. S'ki historit. Se të ka marrë e keqja. Ullë në përroda, bisedoni, tretin fjallë, komo diskutu jashtë teritorit tonë. Kryojt për shtype se në këtë vend s'ka njerëz, s'ka histori, s'ka bura. Por e keqen e ka marrë fatin tonë. Dhe të gjanë e entës të ka përmen Kurani për mos t'i argumentoj për shkakos, kështu është gjendja jonë vëllezër, andaj ne duhet të dhezmë alarmin, të fillu për familjeve tona, të ngritemi në nivel të detyrës, të përgjësisë, të krymë manetin për hir të familjes, për hir shoqërisë, për hir shtetit, për hir atyre që kanë sakrifikuar, dhe ta gjejmë rrugën, dhe të rrismi brezat, të qetë dhe me vlera që shka thonë Allah dhe pejgamberi. Këtu përfundoj me vazhdu në gjumon arshme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.